Së pari, mendoj që është rëndësishme të tregojnë arsyen për çfarë duan të protestojnë. Nëse është për vendimin e speciales, ne ende nuk e dim se cili do të jetë vendimi i gjykatës speciale. E unë uroj shumë që gjykata ta korrigjoj kërkesën e padrejtë të prokurorisë speciale. Nëse kam për këtë arsye, atëherë unë mund t'ja u kujtoj atyre. Unë nuk e kam votuar gjykatën speciale, e as subjekti vetëvendosje, të cilën ata sot e akuzojnë. Prandaj është mirë që të kërkojmë falje publike për këtë dëm të madh që ja kanë shkaktuar vendit. Ne kemi kërkuar në vazhdimsi që të fuqizohen institucionet tona të drejtësisë, pikërisht këtë që e kemi bërë në mandatin tonë qeverisës. Kur ne kemi qenë në qeverisje, kemi filluar me adresimin e përgjegjësive për adresimin e krimeve të luftës. Dhe unë besoj që secili pajtoheni me ne, me mua, që tash ka një seriozitet në adresimin e krimeve të luftës, në polici dhe në prokurori speciale. Por ata kanë zgjedhur një rrugë të gabuar dhe për cilën duhet të mbahen përgjegjës. Unë këtë e them pa asnjë hezitim, kudo dhe kurdo. Po gjë? A do të ktheni KZLDK-s përgjigje për anëtarët e KQZ-s dhe pse vetëvendosja nuk po del me një emër konsensual për prezant në publik nëse LDK tash nuk ka shuar rrugë? Unë ju uroj mirë kuptim, për shkak se nuk po mundem nga kjo foltore të përmend qëndrimet e vetëvendosjes në detaje. Po mundohem që të jem e kujdesshme në këtë drejtim. Sa i përket anëtarëve të KQZ-s, do të veproj në përputhje me përgjegjësitë. Shumë shpejt jam duke analizuar dokumentacionin që kanë sjell partitë politike. Ju e dini që 6 vendi i takojnë partive shqiptare, 4 vende të tjera komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës dhe një është kryetari tashmë i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve zoti Radoniqi. Sapo ti kemi të finalizuara të gjitha çështjet në këtë proces, natyrisht që do të veproj dhe natyrisht që do të jem para jush për të arsyetuar vendimet apo dekretet. Sa i përket emrit të kandidatit konsensual, unë vetëm po i referohem fjalës së kryetarit, kryeministrit Kurti, që sapo që ai përmend ndonjë emër të përveçëm, menjëherë, si më thënë, bëhen radhët e partive politike kundër atij emrit të përveçëm. Prandaj është mirë që partitë politike të tjera të flasin për emrat të kandidatëve konsensual. Unë uroj që edhe në takimet e radhës që do të jenë ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s të dalin emrat të kandidatëve konsensual. Edhe ju. Tash e përmendë se i keni votat e nevojshme, mirë po prapë nuk po thirret një seancë për konstituent. Sot gjithashtu e keni prapë të dëkën këtu në Kuvendin e Kosovës në oranin 10, që ka kërkuar nga vjedhari që të thirret seanca. Çu e komenton këtë dhe pse nuk? Unë vetëm mund të them që në atë kohë kur me shpejtësi janë konstituuar institucionet, Kuvendi e Qeveria, vetëvendosja ishte akuzuar se jeni ngutur. Pra, kanë thënë që do duhej paraprakisht me u marrë vesh. Madje kujtoj edhe një deklaratë të kryetarit Hamza, më duket ka qenë më 8 qershor, që ka thënë që duhet marrëveshje para konstituimit. Dhe tani po kërkojnë konstituim, e unë nuk po e kuptoj çfarë janë qëndrimet saktësisht të tyre. A duan që vendi të shkojë në zgjedhje në nëntor? Apo ka një plan tjetër? Unë nuk i kam shumë të qarta, por mendoj që kontributi secilës prej partive politike duhet të jetë marrëveshja për presidentin. Pra për presidentin konsensual, sidomos tani që kemi qëndrimin e fundit të LDK-s për një kandidat konsensual. Le ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe po, është mirë që kësaj marrëveshje t'i bashkohen edhe partitë tjera opozitare. Uroj që t'i bashkohen një marrëveshje të tillë dhe të jenë të përbashkuar rreth një emri të përveçëm. Po. Presidentes, ose detyres, a do t'i drejtorin gjykatës kushtetuese për qartësim në lidhje se partitë e opozitës tonë keni shkel kushtetutën dhe një afat 30 ditor ka kaluar e gjim sipas gjykimit të gjykatës. A do t'i drejtorin? Dy çështje për gjykatën kushtetuese. Kushdo? A do t'i drejtorin për qartësim dhe e dyta, e ndjeni jo veten si president në gjykimin e ushtruesit së detyrës, sepse sot nuk janë partitë shqiptare, pikërisht se thonë ju jeni deputete. Pra sipas njëtimit që kryetari vetëvendosjes na tha, LDK-n do të ketë një takim shumë shpejt. Publikën së Kosovës me 53 deputet theksojnë që janë për një president konsensual. Unë uroj kryetari vetëvendosjes e përmendi që nuk duan që presidenti të jetë nga radhët e vetëvendosjes,
sepse tani ju e dini që kemi një qëndrim të LDK-s për president konsensual. Mos marrë shumë pyetje për shkak të agjendës që do t'jem në Prizren dhe Akademisë Përkujtimore. Urnoni 3 pyetje për që tash ka një seriozitet në adresimin e krimeve të luftës në polici dhe në prokurisë speciale. Por ata kanë zgjedhur